Përshëndetje të dashur miq kanalit tim zyrtar në YouTube, Pink Official. Nga e lidhur nga një pyetje nga një miku im në Facebook, nga një person që ka bërë like, më thora i degën, që më tha përse publikon ka shumë video në YouTube. Një pyetje e zgjuar. Le të themi që publikimi i videove në YouTube ka dy kuptime. Para punës, publikimi i videove në YouTube nga ana ime më të ndodhi për arsye sepse YouTube është një mënyrë për si ta them për të mbushur një farë bolsheviku që kam brenda meje normalisht. Normalisht njëri plot nuk publikon video në YouTube. Në dyra edhe për të kapë në një gjomë, në drejtë se ma duan legët, a këto. Por, në të vërtet YouTube është një mënyrë për të shtyr kohën. Mënyrë shumë e bukur për të shtyr kohën. Dhe që unë a bëj me gjithë me shumë që. Këtë gjë. Në të realisht, nëse kam bërë më shumë vlerë kanë typit, se sa vetë do me thonë një video, sepse më shumë ka cover i video, se sa video në tërësi. Por, që në si ka kjo. E rëndësishme është që përshtojnë shumë subscribe, abonimet, bonusit, cibi, djekësit, follower, kudin që bi subscribe. Abonusit, paka shumë. Përfësisht abonusit. Edhe kështu që normalisht është një stimul për vazhduar, për të mbëllur. Se tonë mendimin tuaj, si o duke më në YouTube. Nga Pink, ciao.